Burgimi i përjetshëm është kërkesa e prokurorisë së Lezhës për shtetasin portugez Ruben Saraiva, i akuzuar si ekzekutori i biznesmenit Ardian Nikulaj, krimi ndodhur në prill të vitit 2023 në Shëngjin. Pretenca u shpall këtë të martë duke shënuar fazën përmbyllëse të një procesi gjyqësor që ka zgjatur afro 2 vite. Sipas organit të akuzës, Saraiva është personi që qelloi për vdekjen Nikulajn brenda lokalit të tij në një atentat të dyshuar të kryer me pagesë. Ai përballet me akuzat e vrasjes për shkak interesi ose hakmarrje, si dhe prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve. Prokuroria argumenton se ekzekutimi ishte një akt i mirë organizuar me role të ndara dhe motive të qarta kriminale. Gjatë shqyrtimit gjyqësor janë administruar prova materiale, dëshmi dhe ekspertiza, të cilat sipas akuzës provojnë përfshirjen direkte të pandehurit në ngjarjen që tronditi opinionin publik. Sipas hetimeve, financuesi i dyshuar i vrasjes është Edmond Haxhia, i afërm i familjes Lex Takaj, me të cilën familja Nikulaj ka pasur konflikte të vazhdueshme ndër vite. Haxhia dhe 3 shtetas britanik të akuzuar për përfshirjen në organizimin e krimit janë arrestuar në Britaninë e Madhe, ndërsa vijon betejë ligjore për ekstradimin e tyre drejt Shqipërisë. Ekzekutimi i Ardian Nikulaj dyshohet të jetë pjesë e një zinxhiri hakmarrjesh mes familjes Nikulaj dhe fisit Lex Takaj, një konflikt i nisur që në vitin 1997 dhe që sipas hetimeve ka prodhuar disa viktima dhe episode dhune ndër vite.